Një tender për sigurimin shëndetësor u shndërrua në një gaf të shërbimit informativ shtetëror, pasi zbuloi 7 nga agentët e saj të atashuar nëpër ambasada. Të cilësuar si koordinator shërbimi informativ ka shoqëruar në kërkesën për tender dhe vendet ku ata punojnë, madje edhe numrin e familjarëve. Sipas dokumenteve, shërbimi informativ hapi një tender për blerje të sigurimit shëndetësor, ku fondi limit është 2 milion euro. Ndonë se tenderat të tillë mund të jenë të fshehtë pa kujdesia ka zbuluar se 7 koordinator punojnë në Kosovë, Belgjik, Serbi, Itali, Greqi dhe Maqedoni. Të 7 koordinatorët kanë 11 pjesëtar në familje. Shish ka kërkuar atyre të sigurohet shëndeti. Në dokumente janë të listuara grupmoshat por dhe shërbimet shëndetësore. Krahas këtyre shërbimeve, koordinatorët përfitojnë dhe sigurimin e shëndetit në udhëtim jashtë zonës së mbulimit, me kozgjatje deri në 30 ditë me përjashtim të Shteteve të Bashkuara, Kanadas, Japonisë, Zvicrës dhe Hong Kongut. Në këto raste mbulohet trajtimi urgjent deri në 10.000 euro në vit, ndërsa evakuimi mjekësor dhe riadhesimi urgjent deri në 15.000 euro në vit.